vdekja. Se e pash me sytë e mi që ekzistone. Kur e pash atë shpirtin tim aty, thash, okej. E kuptova si që i ka kjo punë. Pastaj, unë besoj shumë tek ana shpirtërore dhe tek fantazia, imagjinata, ne ustojmë në kohë, kemi informacion nga Zoti, det, gjitha këto frymëzimi nuk janë njerëzore, janë shpirtërore. O Agaj, ma ve këngën e Gocës më njëherë. Tutto va bene. Ma vetë atë gjë Zhaku, të lutem. Ajde, na e vë pak Agalesh të lutem. Agalesha, thujma ati... Se unë jam fan se Emili. Ati mjeshtrit të këngës. Ma vej këngën e Gocës si qik. Unë e di që ka shkruajt libër, nuk e... Edhe që më thej që ka bo film. Jo, ka një, 2-3 këngë. Njëri është, e ka bërë me atë Gjulia Salemin, Bugjie meraviglioze, gënjeshtrat mrekullueshme. Kurse tjetra që Tutto va bene. Vete ka shkruajt? Ja, kompozitorëm, tekst, gjitha. është timi. Ma veç që këngën e Gocës. Kam bërë unë një këngë italisht me gitarë. Edhe Goca me gitarë ka. Po, me gitarë kuptimin ka gitarë elektronike. Ma veç që ma veç se kam i muj që po ja u kërkoj. Unë kam bërë një këngë që titullohet Na mytët me raketake. Vita di merda. Po ta këndoj në një ditë kur t'jetë qetësi. Veç mos e ta kofsha atë që vën muzikën kur dal. Pse? Po e kam një muj e gjysë i kërkoj këngën e Gocës. Po tash këtu si jemi programe kërkesa. Po mirë pra, po ja kanë kërku. Asit pare. Adi, Gresa, Soni. Po pse unë si kërkoj këngët e mia, i them çdo ditë bër pak censura. Amana veje se su bonomi. Censura se do zura. Veje se su bonomi. Po se keme se censurën a gallesh. Se keme pagesë. Pastaj du dhe kërcim. Se Iliri nuk e di këngën ti me censura, ti e tregoj pak Ilirit, kush është kontesha. S'është. Ve njërë këngën e Gocës, o njerëz. Se keni me pagesë. Opa, doli dhe një krim, do t'a shpëtojmë edhe këtë. Jo, lëre. Lëre dale. Nësë më trëmbë, mua më doli gjarë për para këmbë edhe. Indri e u trëmbë. Iku Indri, dhe shiku me vrap. I tha, shisa i vogël është kë, dhe shisa i madhje ti. Qa do të bëj ty ky? Që të pastaj. Se Indri kishte frika këto? Dhe shiku me vrap. Doli gjarë për po të them këshin para këmbëve të mija. Më shgënjeu ky vëndi. Pa e qofim vënd tjetër, hajtë. Prit. Ka një arsye pse rri këtu. Ka një arsye pse rri këtu. Po këtu? Pe këtu? Hidratohu, hajna i gjë dhe pastaj ktheu prap. Jam hidratuar. Po kjo këtu, ka qenë hapur që? Kanë qenë këto sipër pra? Ha? Kanë qenë këto sipër. Po pra. Kështu ju thashun që në fillim. A do të shtyshit që këmandi? Unë ju thashun në fillim shqip një poshtë makinerive. Hopa. O zemra. Si të rritë? Ora mirë. E vra, kishe i Munir. Po me të hish. Si ishet kjo? Shtrien tokë. Ja pra e këtë lira aty. Intimidoje. Aty, pa jo. E ke gati. Se dja është gërmuar. Nuk besoj. Duket e gërmuar. Atë e ke gati.
E kemi kaluat fazë. Edhe një. Edhe një. Edhe një këtu? Jo, edhe një dua jingle thash. Aha. Woman, don't blame me now, cause I'm a fresh and fat, not greedy, yo. My loving is the way to go, my loving is the way to go. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Kjo është kënga e Emilit? Bravo! Romir! Emily! Oh! Sì, va tutto bene, c'è. Emily! Shpirt. Hajde. Po qa babi? Po qa babi? Qaj babi, qa nga krenaria babi. Të përqapoj me Emili, shumë e bukur kënga, bravo. Shumë e bukur, pas ka dhe shumë të. Quando sei con me, per vivere. Siamo noi, noi, noi. Transmetohet në radio, në televizion? Po. Edhe video ka bërë? Jo, klip nuk është bërë. Bravo. Shumë bukur. Do të vazhdoj të bëj këngë, të bëj këngë Si shpirti i saj bukur kjo kënga. Është rrjedh shumë. Po, ajo transmeton shumë pozitivitet.